Kemi arri deri tek tema familjet e tona do ta posedojnë një edukat që dita ditës po zbehet edukatën e faljes. Që ta falmi antarin e familjes, sepse me falje na e përvetsojmë antarin e familjes. Me falje na e ofrojmë, fusmi në ombrellën tonë. Me falje na ja mohojmë edhe shumë rrugë të këqija dhe gabime të mundshme që mund t'i përsërit ai apo ajo. Në moment kur mungon falja, i hapën mundësitë e ndryshme për rrugë të ndryshme, për të fut në ujëra të ndyta, për me hub vetën e ti, dynjan e ti, edhe ahiretin e ti. Andaj dashurit e mi, një nga begatit më të mëdha që Allahu i ka dhënë njeriut, është familja. Por kjo begati nuk mund të ruhet nga nuk mund të qëndroj përveç se përmes një cilësies. Ajo është cilësia e faljes. Sepse aty ku mungon falja, hyn urrejtja. Aty ku mungon mëshira, hyn ftohtësia. Aty ku mungon durimi, prishet çdo lidhje. Për këtë Zoti Dhul Gjelal na ka urdhëruar në Kur'anin famadh dhe na ka thënë Zoti Dhul Gjelal wal ya'fu wal yasfahu ala tuhibbuna an yaghfira Allahu lakum wallahu ghafurur rahim. Le të falni, toleroni njëri tjetrin. A nuk dëshironi që Allahu t'ju fal juve? E Allahu Dhul Gjelal është falësi më i madh. Ky ajet na mëson se falja nuk është dobësi, por falja është rrugë drejt faljes së Allahut Dhul Gjelal dhe mëshirës së Allahut Dhul Gjelal për t'na kaplu neve. Allahu thot në Kur'anin famadh: wal kadhimin al ghayz, ata që përmbajnë zemrimin, wal afina anin nas, dhe ata që i falin njerëzit, wallahu yuhibbul muhsinin, se me të vërtet Allahu i don të mirët, të cilët janë falës dhe falin. Dashurit e mi, ata që përmbajnë zemrim dhe falin njerëzit, i don Zoti Dhul Gjelal. Falja është shaj e forcës, e kontrollit dhe e besimit të vërtet të njeriut. Falja nuk është gjithmonë e lehtë, absolutisht. Falja nuk është gjithmonë e lehtë. Nganjëherë lëndimi është shumë i madh. Fjalët janë të rënda dhe padrejtësitë janë të paharrueshme. Por shejtani e zbukuron hakmarrjen dhe i pëshpërit njeriut duke e trimnu, duke ja bërë kokën e fortë, duke i thonë qëndra në këtë mosfalje, ti do të jesh një burr, njerëzit do të lavdrojnë tyje dhe të njëjtën kohë ti ke me u cilësu si nga njerëzit që nuk lëshon pej edhe në familjen tone. Mos fal, thot, sepse do të dukesh i dopt. Kështu thot shejtani. Por e vërteta është ndryshe. Profeti alayhi salatu wassalam ka thënë, nuk është i fortë ai që mund të tjerët, por i fortë është ai që e kontrollon vetveten e vet nga zemrimet e mundshme. Pra sfida e faljes është betej e egos tonë. Ai i cili fal mas parin familje, sepse hidhrimi me kanë më i madh. Hidhrimi më i madh është me tonin, në këtë gjuhën tonë, me të afërmin tënd. Për këtë arsye, sot ka gjem hatrushëm që janë nuk flasin me zveti, familjarët,
Me të hujt fol, komunikon, shumë në rregull është. Me familjarët nuk komunikon, sepse i hyti ta një aftësin tanë, mundësin tanë, vizionin tanë, edhe ka dëshirë më të stagnu dhe më të stopu. Mos folja ka pasoja. Kur folja mungon, zemra mbushet mblef, bashkëshortët largohen emocionalisht, fëmijët rritën me tensione dhe pasiguri, lidhjet familjare dobësohen deri në shkallën e prishjes. Sa familje janë shkatru për shkak të një fjole që ka mungu, fjoles më fal, dhe të një gabimi që nuk është harru. Ka shku, ka vdek, do thotë si ja kanë harruat gabime dhe nuk ja kanë falen. Mos folja është zjarë që djeg mbrenda zemrës dhe shkatran qetësinë e familjes. Pse familjet e tona sot gjendjen ekonomike kanë në pjedestal, shumë mire kanë, shumica absolute. Nuk ka rahati, nuk ka qetësi, nuk ka gëzim, nuk ka lumturi, nuk ka buzëqeshje, arsyeja i natën e mëzveti. Ka nevoj me fol bashortën, nanën, vllaun, motrën, trungun, deg, nëndeg, edhe kështu do thot me vazhduan. Mos folja është zjarë. Për këtë, ka shumë raste kur familja nuk e ka fol dhe nuk e fol edhe sot vajzën apo motrën, që ka bë një përzgjedhje për vetën e vetë, duke e marrë një bashkëshort, pa lejen e babës, pa lejen e vllaut, pa lejen e familjes. Ajo ka kriju familje, ka lind djemë dhe vajza, ka martu djemë dhe vajza, ju kanë bën një pa e mbesa, ka vdek e baba, nana, vllau, motra, ende nuk e kanë falën. Dashurit e mi, ne nuk e miratojmë ato që vajza me u martu pa lejen e prindërve, pa lejen e familjarve. Jo, absolutisht. Duhet patjetër, duhet jetë përgjithësi ai që e jep fjalën. Po që ka ndodhën? Atëherë duhet me gjetë rrugë të mira që ti, tash e tutje, e lumturon vajzën tane, nuk ja shkatron jetën. Kjo dynja nuk është 100 vjeçare, kjo dynja është 5-60 vite. Andaj kemi nevoj edhe në kësi momente do thot me falën. Djali ka bo një gabim në familje dhe familja e ka largu. E ka largu familja. E me largimin, ai nuk është përmirësu. Mirë, po vetëm shka u thellu në gabime dhe në gjunaj të shumëta. Prindrit duhet jenë shumë të menqër për ta afru, për ta qetësu, për t'ja dhënë edhe një shancë, për ta rehabilitu, për ta këshillue nga njerë dhe me e qërtuen, e me mbajt afër vetes për me ndërtuaj një karrierë dhe një jetë të mirë dhe të lumtur. Dashurit e mi, profeti Muhammed a.s. e ka dhënë shembulltyrën më të mirë për njerëzimin mbar e në veçanti për muslimanët. Me kasët e largun, e internun, ja konfiskun pasunin ati, e rahën, e maltretun, janë ndrune dhe emnin, nuk i thejshin ma Muhammed, se Muhammed do në të thot i lavdrum, mirë po i thejshin mudhemmem, i poshtrum, mirë po aj kur u këthy në Mekë si çlirimtar, tha, shkoni, jeni të falur ju. Sepse nuk kam pun me ju, kam pun shumë më të mëdhaja. Ata njerëz që mirën me gabimet e njerëzve, ata janë të cektë. Ata nuk kanë vizion për vetë në burë. O, burë i ke bo sa vite, po ti a jeni ishi tash, qa po mirësh me gabimet e ty? Puna, vepra, ec do të tutje. Njerëzit e cekt mirën do të të përsëri, e dini shka i ka pason gjyshit tem, bablukit tem e lafe do të të ngjajshme. Hazreti Ebu Bekri e kishte një të afërm, që shumë e ndimajke, në vazhdimsi. Mirë, po aj kur nuk e nalke gazejpin ndaj Hazreti Ebu Bekrit. Edhe një ditë tha, prej sotit ma nuk e ndimoj këtë njeri. Prej sotit nuk e ndimoj. Mirë, po kur zbriti ajeti kuranor në kaptinën Nur, me ajeti numër 22, po,
tha unë do t'i fali, se Allahu dhul Gjelal është falës dhe unë du t'a marrë faljen e Zotit, për atë që du me marrë faljen e Zotit, unë du t'i fali njerëzit. Falja është qetësi, falja atë njëjtën ku është qelësi i qetësisë së zemrës. Ai që fal njerëzit jeton i lirë nga pesha e urrejtjes. Familja nuk mbahet me drejtësi të ftohtë, por me mëshirë dhe falje. Nëse dëshironi paqe në shtëpitë tuaja, mbillni falje, edukoni veten edhe familjen për t'i falë të tjerët. Nëse doni rahati në zemrat e juaja, largohuni nga urrejtja e të tjerëve. Nëse dëni falje në Allahut, falni të tjerët. Dhe krejt në fund, ulemaja na thojnë, në krye me Imam Shafiun, Allahu qoftë i kënaqur me të, thot, sa herë që shtohet dija e njeriut, shtohet falja e tij. Njerëzit të cekt, njerëzit jo aq të përgatitur intelektualisht dhe shpirtërisht, këta nuk falin. Thot, të falesh edhe kur ke të drejtën dëshkosh. Është nga cilësitë e njerëzve të devotshëm. O ti ki drejt me ndëshku. Ama cilësia e njerëzve të devotshëm është edhe kësa here me fal. Shtëpia ku ka falje është sikur kopsht. Ndërsa shtëpia ku ka urrejtje është sikur burg. Mustafa Mahmudi thot, falja është harres e së keqës, por është çlirim i shpirtit nga barra urrejtjes. Falja nuk është harres e së keqës. Na me falje nuk më të thonë që të harrova unë gjithë shka, por është çlirim i shpirtit nga barra urrejtjes. Shoqëria e fortë fillon nga familja e pastërt dhe familja pastrohet me falje dhe me dashamirësi. Shoqëritë që nuk mësojnë falje mbeten peng të konflikteve të tyre. Shoqëritë patjetër do të mësojnë falje. Për këtë arsye unë e bëj edhe një thirrje që e kam bën një herë, po përsëri e përsëris. Sot lokalitetet e tona është duke i kaplu një urrejtje dhe më e madhe për shkak të megjve. Jo që tu nuk e ke pas pikën një aty. Një faj e kanë të madh ata përgjegjësit në komunë, apo në ministria, apo ku janë, te katastari. Nëse kanë lujt pikat, ata du të me dalë publikisht. Musliman, o ju shqiptar, o ju vllazën, sateliti ka lujt pikat. Kështu që me marrëveshje t'i bëjmë këtë çështje. Për 1 metër mos me fol me vllaun, për një 15 santensh, du thot, mos me shku në varrimin e vllaut. Si është e mundur kjo? Krejt ata që i kena përcjell, krejt e kanë lënë këtu, edhe na kemi me shku do thot te ata. Për këtë arsye bëhuni ma mendje hapur, ma mendje ndritur, dhe ta dini se nëse je t'ja fol vllaut tan, babës tan, familjarit tan, kusherinit tan, oxhës tan, po hoxha mo gruja, po më thot ai disha kina hekna të fitue baba, po le marë burat mendim, ti thuj gruas elhamdulillah, jemi duke jalon familjarit tan, po aja po thot a jalon vllaut tem pra. Po jalon dhe vllau tan jalon, nuk është problem. Ama vllau jam është vllau jam, nana, baba, oxha, kusherini, kojshia, krejt janë të shajt dhe nuk lejohet ofendim, hatrim, linçim, sepse është ma let me marrë një mjet e me shku me thy qabën guri për guri, se sa me ndërmarrë një veprim të kundërlitshëm ndaj familjarit tënd. Allahu na përdor për hajër dhe për të mirë. Elhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli